Je gati çuna? Gati po. Zotë Boçi, sot kishim mbledhje Komisioni i Reformës Territoriale, ndërkohë Partia Demokratike e bojkotoi edhe këtë mbledhje. Nesër Partia Socialiste ka vendosur që të avancojë duke ndryshuar dhe formulën e këtij komisioni. A keni një vendimarrje në grupin parlamentar demokrat se çfarë do të bëni nesër? Për sa i takon mbledhjes sotme, mbledhja është nul, spari, sepse u thirr në ultimatum. Ultimatum ju e dini shumë mirë i artikuluar nga zoti Balla, e papranueshme në jetën politike, aq më tepër kur vijnë edhe nga zotëri të tillë, që në fakt s'duhet përdorë edhe kjo fjala, është nul sepse nga ana tjetër mbledhja e komisionit thirret në bashkëpunim me bashkëkryetarët. Unë jam bashkëkryetar i komisionit. Nuk jam njoftuar, s'kam dhënë viston, nuk kemi biseduar, kjo është e vërteta, jo vetëm për këtë mbledhje, por edhe për mbledhje të tjera të paranjoftuara në ditët e tjera që i kanë përdorur si argumente të bojkotit Partisë Demokratike. Sigurisht nuk bashkëpunojmë me Edi Ramën në nivele të tilla që konsiderohen si bashkëpunime politike. Kjo është çështje e një komisioni të rëndësishëm, posaçëm, por më i rëndësishëm se ky komision është themi komisioni, në fakt është Këshilli i Mandateve dhe i Rregullores. Mos harrojmë që dhe aty antarësia është në paritet. Dhe ai komision është dështuar pikërisht nga mosmbledhja nga ana e maxhorancës, nga ana e zotit Peleshi, por dhe nga ana e zotit Balla që bën ultimatume me qëllim që të mbrojnë Ballukun, me qëllim që mos i heqin imunitetin. Pra mbledhja konsiderohet nul. Ndërkohë që ndrimi i shprehur i Partisë Demokratike pas diskutimeve në grupin parlamentar, në kryesinë e vogël, është që PD-ja vazhdon, do vijojë të jetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, në një mbledhje sa më të afërt, të dakordsuar ndërmjet bashkëkryetarëve, dhe do vazhdojmë me agendën e komisionit, që është lënë për hir të vërtetës në momentin e zgjedhjes së sekretares së komisionit. Pra, nuk e kam kuptuar gabim, do të thotë që ju nuk e bojkotoni këtë komision, a do e njoftoni bashkëkryetarin tuaj socialist për këtë zhvillim të ri, mund të themi, për shkak se ata kanë futur në rendin e ditës për seancën e së martës edhe ndryshimin e formulës së komisionit. Po, sigurisht, prononcimi im publik nuk mjafton, së është mediatik dhe publik, për ndryshe nga bashkëkryetari i cili nuk konsultohet për mbledhjet e thirrura. Unë jam i detyruar, duke respektuar etikën parlamentare por dhe atë politike, ta njoftoj për gatishmërinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antarëve të këtij komisioni për të bashkëvijuar pikërisht këtë reformë që duhet thënë është e rëndësishme, nuk duhet paragjykuar, sepse kemi dëgjuar përgjatë kësaj kohe variante që ata i kanë gatshme nënçirtar dhe duan thjesht të përshkruajnë rrugën dhe finalizimi është i parapërgatitur. Ai finalizim të jetë një, sepse është konsensual, në bazë të votimit të paritetit votave dhe jo të dalin në fund pastaj me dy variante. Këto janë gjëra që do diskutohen në vazhdimsi të themi punës që do bëj komisioni në paritet plot. Pra nuk do vazhdoj. Partia Socialiste që ju nuk do ndryshoni mendje deri nesër? Ç'lidhje ka kjo? S'kemi ndryshuar mendje dhe s'kemi shfaqur mendje të ndryshme në rast të pjesës prononcimeve për këtë komision. Keni dëgjuar sepse unë jam bashkëkryetar. Keni thënë që është bojkot? Keni në një pasazh po s'ka marrëveshje të tjera, domethënë marrëveshje jo duhet ketë konsensus, jo marrëveshje, konsensus. Mos e ngatroni marrëveshjen me konsensus. Mos e ngatroni. A ishte ky presioni i deputetëve? Këtë gjë jo fare, jo fare. A ishte ky presioni i deputetëve të Partisë Demokratike që në mbledhjen e ndërtuar kërkuan shumica prej tyre që të mos e braktisnin këtë reformë? Në grup parlamentar ne diskutojmë në mënyrë demokratike. Ka debat, se cili nga deputetët jep mendimin e tij,
pati mendime që prevalonin në këtë drejtim, pati mendime që kishin si konsiderat pikërisht këto që ju i parathat, por që dhe unë e thash që komisioni më i rëndësishëm është Këshilli i mandateve. Kjo tregon shkallën e demokracisë në fund fare, duhet ta transmetoni si vlerë që pas kemi në debate, marrin vendime, a dëgjohet zëri i deputetit, po u dëgjohet. Shumë mirë, Partia Demokratike, dëgjohet dhe zëri i deputetit dhe i qytetarit. Ndodh kjo në kampin mazhoritar? Jo, nuk ndodh. Atëherë problemi është ka ai që nuk ndodh, jo ke pjesa që ndodh. Dhe ne nuk heqim dorë nga qëndrimi ynë, duhet ketë një finalizim, një dalje të vetme dhe kjo dalje duhet jetë konsensuale. Përndryshe pastaj, domethënë, nuk ka përfundim, pas ka qenë një proces i paravendosur, cilit i mungo ka parada, rruga e përshkruar, sepse e paskëm pas gati. Të heqin dorë nga deklaratat që do zvoglohet, do dali ky, këto gjëra do dalin përgjatë funksionimit të komisionit. Si mund themi ne që, si mund thonë ata, që do i bëjmë pa konsulta me kryetarë bashkish, pa konsulta me banorët, pa referendume se ligji parashikon, kur bashkohen dy njësi vendore, patjetër duhet ketë pranueshmërinë nga banorët e të dyja palëve të atyre bashkimeve. Sot mbledhje është mirator dhe një plan pune për të dalën në terren për të bërë pikërisht ato që thoni ju. Sot edhe një herë. Plani punës është nul, s'mund të ketë komision kur nuk është quorumi, apo jo. Ai plan pune, po këtu në Shqipëri jam mësuar të bëjnë gjërat mbi ligjin, pa ligjin ose në kundërshtim me ligjin. Përderisa ju e thatë që ka dështuar sepse nuk ishte quorumi, a ishim ne 7-8 pranishëm? Jo, nuk ishim. Atëherë si pas ka vendime ai komision? Ai komision nuk ka vendime. Sot ishte i thirrur nën ultimatum pa njoftim nga bashkëkryetari. Kjo është e vërteta. Le dali zoti Mazniku edhe të thojë të kundërtën, ose ta thoj në prezencën time sfidush. Kjo propozoni një datë mbledhje. Patjetër, sa më të shpejt. Sa po të komunikoj, do t'i kërkoj edhe një datë që të bien dakord, që mund të jetë shumë e shpejtë në ditët në vazhdim. Nëse ditën e nesërme në seancë plenare, socialistët votojnë për vendimin e depozituar prej tyre për ndryshimin e përbërjes komisionit, çfarë do të bëjë Partia Demokratike? Po atëherë këtu s'ka habit madhe, nëse ato sillen në mënyrë arbitrare, atëherë edhe unë që se kam qef fjalën bojkot, ne nuk mund të marrim pjesë në një komision i cili ndërtohet ndryshe, ndërtohet ditën dhe prishet natën nga ata se nuk i konvenojnë interesat politike të momentit, se duan krijojnë ngjarje politike, që të rregjin vëmendjen tani ke Komisioni i Reformës, duke lënë dhe anashkaluar çështjet e rëndësishme që ka sot Partia Socialiste me drejtësinë, me përfaqësuesit e saj, që ka Balluku, që kanë përfaqësuesit e Akshit, që ka vetë Rama, që shfaqet ndosje më shumë se zonja Balluku. Pra do ketë reagim dhe reagimi do jetë i fortë. Sot njerëzit kërkojnë që PD-ja të jetë pjesë e Komisionit të Reformës. Ne po deklarojmë këtu për publikun, për qytetarët që janë të interesuar që do jemi pjesë. Qofse ato marrin vendimin, sigurisht që ne do kemi reagimin ton në drejtën ton plot. Ja ku është deklarata, a thanë që tërhiqet, pastaj në mbledhjen e konferencës kryetarëve, kryetari i grupit parlamentar ka deklaruar që nëse ne jemi të gatshëm, ai vendim nuk vlen dhe është nul, tërhiqet. Nëse nuk e tërheqin, pastaj duan të krijojnë ngjarje artificiale. Le ta bëjnë, është, domethënë, arbitrariteti i tyre nuk është në gjë e çuditshme që ndodh për herë të parë dhe ne do habitemi, por do ketë reagim dhe reagim fort. Më pas do ftojmë dhe qytetarët që të reagojnë ndaj mënyrës se si ata po sillen me reformën territoriale, pse jo, sepse kjo impakton edhe reformën zgjedhore. Të njëjtën gjë do bëjmë me reformën zgjedhore, do të shkojnë edhe në atë komision, është marrë vendim. Po janë të dy komisionet janë të ndërlidhura, sepse janë komisione të posaçme, mos i ngatrojmë gjërat. Pra nuk janë marrëveshje, sepse dalim ke marrëveshje. Ku ka marrëveshje me Ramën? Jo, këto janë komisione parlamentare të posaçme për një gjë që është mbi partitë politike, mbi partitë parlamentare, është për gjitha partitë dhe ato jo parlamentare, të dyja reformat dhe impaktojnë jetën politike, po jo vetëm jetën politike, por mbi gjitha jetën sociale dhe ekonomike të qytetarëve shqiptarë, se ka të bëjë me ndarjen e territorit, me shërbimin e imët që sot qytetarët nuk e kanë dhe duan që nesër ta kenë në ato parametra që ekziston edhe në atë që i referohemi shpesh në Bashkimin Evropian. Faleminderit dhe ju.